Në emër të qytetarëve, asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë. Ose protestat tona do të masivizohen derisa ata t'i përfillin ato. Në motën asnjë cent më shumë, sot po mbahet protesta qytetarëve kundër ngritjes së çmimeve të energjisë elektrike. E kjo protestë vije si shkak i vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për ngritjen e energjisë elektrike me 15%. Dhe kësaj kërkese ju kam bashku masovikisht sot qytetarët e kësaj republike, sepse asnjë cent më shumë nuk e meritojnë qytetarët e Republikës Kosovës që të paguajnë taksa tjera. Përveç shërtimit të rrymës, ne jemi dëshmitar që tashmë është lajmëruar edhe një valë e re e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore dhe produkteve të shërbimit. Andaj, në periudhën në të cilën ne po jetojmë, duke pas parasysh që jemi populli më i varfër në Evropë, populli i cili është i zhytur në kredi dhe borxhe, nuk e meriton absolutisht nga asnjë institucion, nga asnjë qeveri që të vështirësohet edhe më tepër jeta. Kërkesa jonë ndaj ZRE-s dhe ndaj Ministrisë së Ekonomisë dhe gjitha aktorëve tjerë është shumë konkrete dhe e qartë. Të pezullohet vendimi i shtrejtimit për 15% si që është paralajmëruar i energjisë elektrike, ne presim që institucionet relevante të reflektojnë dhe dalin para qytetarëve të heqin dorë nga kjo poshtërsi. Nëse nuk ndodh kjo, do të jemi detyruar që të ngrisim zonin, sot jemi mira, do të bëhemi edhe mira sosh, ndoshta edhe qindra mira, dhe nuk do të lejojmë në asnjë formë që jeta e qytetarëve të Republikës Kosovës të vështirësohet. Në emër të qytetarëve, asnjë cent më shumë. 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 Për mjë tregu që ne jemi të vendosur, jo veç asnjë cent më shumë, po ne nuk shtyhem asnjë hap më pas, asnjë hap më pas, asnjë hap më pas, derisa ata të realizojnë kërkesat tona, për arsye se nuk kanë të drejtë, më na shtrejtu jetën tonë, më na vendos në vështirësi, më na pamundësu mbi shkollu fëmijën si duam dhe me u përkujdes për të moshuarit tonë. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. Vazhdojmë tek Ministria e Ekonomisë. Aty zonja ministre leqe nuk ka pas gatishmëri të dëgjoj kërkesat tona. Mirë pa jo, fatkeqësisht edhe ka përdorur fjalë që s'do të duhej për qytetarët dhe për ata që spajtohen me këtë propozim për shtrejtim. Juftoj që nga këtu nisemi tek Ministria e Ekonomisë. Asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë. Ose protestat tona do të masivizohen derisa ata t'i përfillin ato. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. Gjohuni ka gjumi! Gjohuni ka gjumi! Se nesër bëhet vonë! Gjohuni ka gjumi! Se nesër bëhet vonë! Rryma nuk është luk! 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 Rryma ju ka fa fyti prap. Edhe për mja lok fytin, kecit jenë mobilizu Ministria e Ekonomisë, ZRE-ja, Presidenca edhe qeveria, po na nuk keme leju këto. Volvo!
që jepet për faturën energjisë është goditje për punëtorin e pastrimit, për mësuesin, për infermierën, për punëtorin e supermarketit, për punëtorin e kekut, e ndërsa korrizin e krejt kinve fiton veç keci, pa kjo s'ka me mbërbo! Krejt qeveria, krejt ministria, krejt organe shtetnore, po ja bëjnë shërbimin kecit. Ku o problemi, apo na kallzoni, qfar shantajë jeni të e përjetu, se kjo nuk tolerohet, kjo nuk ka shpjegim. Herën tjetër kur të mlidhemi, ka 3 shoqe, ka 3 shok, edhe mos me leju me bloku se këta vendimin kanë me marë. Edhe Nisan, a e dini që ka me ndodhë? Ministria e Ekonomisë ka me thonë, po provoj me zbut çmimin edhe me na shtrojtu veç 10%, po na nuk kena me leju as 1%, as 1 cent ma shumë. O kastriot.